Në arkivat e Spitalit Qendror të Tiranës, të fshehura në një dosje me vull sekret shtetëror, gjendet një dokument që e rrëzon tërë legjendën e këngëtares më të dashur të Shqipërisë. Është një raport mjekësor, i shkruar me dorë të dridhur nga doktor Panajot Boga në dhjetor të vitit 1980, ku përshkruhen frakturat vertebrare të Vaçezelës me detaje të tmeshme. 3 vertebra të shtytat kurrizore të thyer, dhimbje paralajmëruese që kërkojnë qetësi absolute për 6 muaj, dhe në fund të raportit, një shënim i shkruar me shkronja më të vogla se të tjerat. Pacienti duhet të qëndrojë në shtrat, çdo lëvizje mund të shkaktojë paralizë të përhershme. Por 3 ditë pas këtij diagnoz, Vaçezela qëndronte në skenën e Pallatit të Kongreseve, e mbështetur nga 2 persona jashtë skenës, duke kënduar këngën Shoqet tona ilegale para 20.000 vetëve që nuk dinin asgjë për shpatullat e saj të driduara nga dhimbja. Kush e detyroi këtë grua të këndojë kur çdo frymëmarrje ishte torturë? Pse mjekët që dinin të vërtetën nënshkruan raporte të rreme? Dhe çfarë ndodhi me dokumentin origjinal që tani gjendet vetëm si fotokopje e dëmtuar në dosjet e vjetra të sigurimit të shtetit? Historia e Vaçezelës nuk fillon me skenën e Pallatit të Kongreseve. Fillon shumë më herët, në një shtëpi modeste në lagjen Kombinat, ku vajza e një punëtori tekstili ëndërronte të bëhej një ditë zë i popullit. Lindur në vitin 1939, në një Shqipëri që sapo po dilte nga lufta, Vaçe mësoi që nga fëmiria se talenti nuk mjafton nëse nuk ke lidhje. Por Vaçe kishte një zë që e ngrinte shpirtin, një zë që kur e dëgjoi në ceremonitë e shkollës, bënte që edhe sekretarët e partisë të ndalloheshin dhe të ktheheshin mbrapsht. Në vitin 1962, ajo fitoi konkursin kombëtar të këngëtarëve dhe jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Ajo u bë fytyra e re e kulturës socialiste, vajza e thjeshtë që arriti majat fal sistemit të ri. Por pas skenës, makineria po fillonte të shtrëngonte. Çdo mëngjes, Vaçe shkonte në studio ku e pristin jo vetëm mësuesit e muzikës, por edhe përfaqësuesit e drejtorisë së kontrollit artistik. Ata vendosnin se cilat këngë do të këndonte, si do të vishej, madje edhe si do të qeshte para mikrofonit. Kur u martua me muzikantin Pjetër Rodiqi, dashuria e tyre u bë lajm kombëtar. Por pak veta e dinin se çifti duhej të merrte leje nga Ministria e Kulturës për të bërë dasëm, veselista e të ftuarve u kontrollua nga sigurimi. Në ceremoninë e dasmës, një zyrtar i lartë nga radio televizioni u ul në tavolinën kryesore si një antar i familjes, duke buzëqeshur dhe duke ngritur doli. Por Vaçe kuptoi atë ditë se ai nuk ishte mik, ai ishte roja. Vitet kaluan dhe ndërsa Vaçe këndonte për lirinë dhe lumturinë socialiste, jeta e saj personale po zhderrohej në burg elegant. Ajo lindi fëmijë, por asnjëherë nuk mundi të kallonte më shumë se 2 javë në shtëpi. 6 javë pas lindjes, Vaçe mori një telefonat nga Ministria e Kulturës. Kishte një turne në Bashkimin Sovjetik. Jo, nuk mund të çonte fëmijën me vete. Jo, nuk mund të shtynin datat. Nëse refuzonte, karriera e saj do të merrte fund. Pjetër Rodiqi përpiqej ta mbrojë gruan e tij, por ai vetë ishte nën kontroll. Çdo takim që kishin me kolegë të huaj raportohej, çdo bisedë në shtëpi mund të ishte e përgjuar. Ata jetonin në një shtëpi të madhe që u dha nga shteti, por që kurrë nuk e ndjenin si të tyre. Ishte si të jetonin në një muze, ku çdo gjë mund të rishikohej. Në dhjetor të vitit 1980, vetëm 5 vete dinin sekretin që do të mbahej për dekada. Vaçezela nuk mund të këndonte më, jo nga mungesa e talentit, por sepse trupi i saj po prishej nga brenda. Ajo kishte zhvilluar një sëmundje autoimune që i sulmonte nyjet dhe i ndet lidhse. Në mjekësinë bashkëkohore, kjo sëmundje trajtohet me medikamente të veçanta dhe pushim të kontrolluar. Por në Shqipërinë e viteve 80, këto medikamente nuk ekzistonin. Ve pushimi? Pushimi do të thoshte fundja e karrierës, anulimi i koncerteve të planifikuara në gjithë vendin dhe më e keqja, nënshkrimi i një raporti që thoshte se Vaçezela nuk është më në gjendje të shërbejë popullin. Kjo fjali në dosjen e saj do të ishte përfundimi, jo vetëm i karrierës, por edhe i jetës normale. Në regjimin e Enver Hoxhës, nëse nuk ishe produktiv, nëse nuk jepje kontributin tënd, atëherë ishe armiku i fshehtë. 5 vetë që e dinin të vërtetën kishin bërë një pakt heshtjeje. Doktor Panajot Boga, kirurgu që e trajtoi Vaçen në spital, një zyrtar i lartë nga radio televizioni, një përfaqësues i sigurimit të shtetit, Pjetër Rodiqi, bashkëshorti i saj, dhe një person i pestë që emri i tij është ende i fshehtë, por që disa burime e identifikojnë si një zyrtar i lartë nga Komiteti Qendror i Partisë. Sipas dëshmive të mëvonshme nga familja, presioni politik ishte i tillë që Vaçe do të vazhdonte të punonte, jo për hirin e saj, por për hir të imazhit. Ajo ishte simboli i kulturës kombëtare, dhe simbolet nuk mund të ishin të dobëta. Vaçe u trajtua me injeksione dhimbjes butëse që jepnin vetëm ndihmë të përkohshme.
Para çdo koncerti, ajo merrte një dozë kortizoni që e bënte të mund të qëndronte në këmbë për 2 orë. Pas koncertit, ajo shembet në dhomën e pushimit, e lodhur dhe e mbuluar me djerës të ftohtë, ndërsa mjekët që ndiqnin ilegalisht turnet e saj i jepnin më shumë ilaçe për ta mbajtur zgjuar deri në hotel. Në vjetor të vitit 1980, gjatë një turneu në qytetet e jugut, Vaçe ra në një aksident makine. Makina që e transportonte përtlasi një kamion në afërsitë të qytetit të Gjirokastras. Shoferët mbijetuan me lëndimet e lehta, por Vaçe, që ulet në ndenjëse të pasme, goditi shpinën kundër kornizës metalike të ulses. Ajo nuk humbi ndjenjat, por ndjeu një dhimbje kaq të fortë sa mendoi se po vdiste. E transportuan në spitalin e Gjirokastrës, ku mjekët lokal bën radiografi dhe pan disa gjëra që i trembën. Frakturat në shtatillan kurrizore ishin të qarta, 3 vertebra të dëmtuara, njëra prej tyre e tjerë plotësisht. Mjekët e kontaktuan menjëherë spitalin qendror në Tiranë dhe kërkuan urdhra. Vaçe duhej të transportohej me ambulancë dhe të qëndronte e shtrirë për të paktën 6 muaj. Por urdhëri që erdhi nga Tirana nuk ishte ai që mjekët pritën. Dr. Panajot Boga mori një telefonat nga Ministria e Shëndetësisë. Zëri në anën tjetër të vijës nuk ishte i një mjeku, por i një zyrtari politik. Dr. Boga, ju e dini kush është Vaçe Zela? Ju e dini çfarë do të thotë të humbas ajo për këtë vend? Ajo ka një koncert të planifikuar në Pallatin e Kongreseve brenda 3 ditësh. Koncerti është pjesë e përvjetorit të partisë, nuk mund të anullohet. Dr. Boga u përpoq të shpjegonte se pacienti ishte në rrezik paralizë, por zëri e ndërpreu. Ne nuk ju kërkojmë mendimin, ju kërkojmë bashkëpunimin, gjeni një mënyrë. Përdorni analgjezik, mbështetës, çfarëdo që nevojitet, por ajo do të këndoj. Linja u mbyll. Dr. Boga ndenjë me receptorën në dorë dhe për herë të parë në karrierën e tij, 25 vjeçare si mjek, kuptoi se betimi i Hipokratit nuk vlente asgjë në një vend ku politika vendoste mbi shëndetin. Kur Vaçe u kthye në Tiranë, ajo u soll në apartamentin e saj në ruajtje të rrept. Askujt nuk i lejohej ta vizitonte përveç familjes së ngushtë dhe grupit mjekësor. Pjetër Rodiqi, bashkëshorti i saj, ishte në panik. Ai pa gruan e tij të shtrirë në shtrat, të paaft për të ngritur pandim, dhe ai e dinte se brenda 3 ditësh kjo grua duhej të qëndronte në skenë për 2 orë. Ai shkoi personalisht tek një zyrtar i lartë nga Ministria e Kulturës dhe i kërkoi të anullonte koncertin. Zyrtari e dëjoi me durim, më pas e shikoi me sytë e ftohtë dhe i tha: "Pjetër, ju jeni muzikant. Ju e dini se muzika nuk është për individ, por për popull. Nëse Vaçe nuk shfaqet, do të jetë skandal. Njerëzit do të pyesin pse, dhe nëse pyesin shumë, dikush do të duhet të jap përgjigje. A dëshironi që ju të jeni ai që jep përgjigje?" Kërcënimi ishte i qartë. Nëse Pjetër vazhdonte të bënte zhurmë, edhe ai do të humbte çdo gjë. Në mbrëmjen para koncertit, një ekip i vogël mjekësor shkoi në shtëpinë e Vaçe Zelës. Ata sollën me vete një kovërçe me instrumente dhe medikamente. Dr. Panajot Boga, i shoqëruar nga 2 infermiere, filloi të përgatiste trupin e Vaçes për atë që do të ishte një nga torturat më të heshtura të regjimit. Vaçe ju nënshtrua një sërë injeksionesh kortizoni dhe analgjezike që e bën të ndjehej si të notonte në ajër. Dhimbja nuk zhduku, por u shndërua në një zhurmë të largët, si dikush që po vrisej në një dhomë tjetër. Mjekët e veshën me një korset të fortë metalik që mbështeste kurrizin dhe e mbante trupën në një pozicion të fiksuar. Korseti ishte i fshehur në fustanin e saj të skenës, por ai ishte aq i ngushtë sa Vaçe mezi merrte frym. Ajo nuk mund të kthehej, nuk mund të ulej, nuk mund të lvizte, mund vetëm të qëndronte drejt dhe të hapte gojen. Në ditën e koncertit, Vaçe u transportua në Pallatin e Kongreseve në një ambulancë civile pa shenja. Ajo hyri nga dera e pasmja, e mbështetur nga 2 garda trupi që zyrtarisht ishin asistent teknik. Të gjithë në skenë e dinin se diçka nuk shkonte, por askush nuk pyeti. Orkestrës ju dha urdhër që të uleshin më afër mikrofonit për ta kompensuar nëse zëri i Vaçes dobësoi. Teknikët e dritave morën urdhër që ta mbanin Vaçen gjithmonë në hije të pjeshme, që fytyra e saj e zbehtë të mos dukej shumë në kamerat e televizionit. Dë pak minuta para hapjes së perdes, një zyrtar nga Ministria e Kulturës erdhi në dhomën e pushimit dhe i tha fjalët që do të nguliteshin në kujtesën e Vaçes për gjithë jetën. "Vaçe, ti nuk po e bën këtë për veten tënde, ti po e bën për popullin, mos e turpro atë." Kur perde u hap, 20.000 vetë në sallë u ngritën në këmbë dhe duart trokitën. Vaçe Zela doli në skenë e mbështetur nga 2 persona që ju tërhoqen kur ajo arriti në qendër. Ajo ndaloi, e fiksuar në korseti, dhe e hapi gojen. Zëri doli i qartë dhe i fortë, për hir të kortizoni që i kishte përkohësisht shuar dhimbjen. Por në radhët e para, disa nga spektatorët më të vëmendshëm vunre se Vaçe nuk lëvizte fare.
Ajo qëndronte si statuj. Krajet nuk lëviznin, trupi nuk tundej me muzikën. Vetëm goja lëvizte, si të ishte kukull e kontrolluar nga fije të padukshme. Vendon se ajo këndoi të gjitha këngët e programit në momentin kur perde mbyllet, Vaçe Zela ra. Ajo nuk humbi ndjenjat, por këmbët nuk e mbanin më. Digarda e kapen para se të godiste dyshemen dhe e transportuan shpejt jashtë salës. Publiku nuk e dëgjoi asgjë. Duar trokitjet vazhduan. Televizioni transmetoi koncertin 2 ditë më vonë si triumf kombëtar. Pas skenës në vëmën e pushimit, Vaçe qau, jo nga dhimbja fizike, por nga poshtërimi. Ajo e kuptoi atë natë se ajo nuk ishte më njeri, ishte një mjet, një instrument që shteti e përdorte derisa të prishej plotësisht, dhe askush nuk do ta shpëtonte. Pjetër Rodiqi mbajti dorën e saj dhe nuk tha asgjë, sepse nuk ishte çfarë të thoshte. Doktor Boga i kontrolloi pulsit dhe shkroi një raport që thoshte: koncerti u krye me sukses, pacienti në gjendje të mirë. Ky raport u ruajt në dosin zyrtare, por raporti i vërtet, ai që përshkruante fraktura dhe rrezikun e paralizës, zhduku. Sot ekziston vetëm si fotokopje e dëmtuar që historianët gjeten rastësisht në arkivat e sigurimit. Disa thonë se një zyrtar i lartë e mori origjinalin dhe e dogji. Të tjerët thonë se dokumenti u dorëzua në zyrën e Enver Hoxhës dhe më pas u fshi nga historia. Por historia nuk përfundoi atë natë. Ajo vazhdoi për vite, në heshtje dhe në dhimbje që askush nuk e pa. Në vitet që pasuan aksidentin e dhjetorit 1910, Vaçe Zela vazhdoi të performonte. Çdo koncert ishte tortur. Çdo sken ishte një vend ekzekutimi të ngadalt. Por ajo nuk mund të ndalonte, dhe njerëzit që e shikonin në televizion nuk e dinin. Ata shikonin një grua që buzëqeshte dhe këndonte me zë të fortë. Ata nuk e shikonin korsetin metalik në fustan. Ata nuk e shikonin injeksionet që merrte në domën e pushimit. Ata nuk e dinin se pas çdo koncerti, Vaçe Zela çante deri në gjumë, dhe kur ajo përpiqej të flinte, ëndrat e saj ishin të njëjta. Ajo po këndonte në një skenë dhe skena po shembet, dhe ajo po bie, por kur nuk bie në tokë, vetëm bie përgjithmonë. Në fund të viteve të 10, gjendja shëndetësore e Vaçes përkeqësua. Shtatëlla e saj kurricore nuk ishte shëruar siç duhej pas aksidentit dhe dhimbjet kronike ishin bërë të padurueshme. Ajo merrte analgjezik çdo ditë, por ata nuk mjaftonin më. Mjekët kërkuan që ajo të operohej jashtë vendit në një klinik në Bashkimin Sovjetik që specializohej në kirurgji ortopedike, por kërkesa u refuzua nga Ministria e Shëndetësisë me justifikimin: shpenzimet e një operacioni jashtë vendit nuk justifikoheshin kur ka mjek të aftë në Shqipëri. Sipas dëshmive të mëvonshme, autoritetet kishin frikë se nëse Vaçe shkonte jashtë, ajo mund të kërkonte azil. Ajo mund të fliste me gazetar. Ajo mund të tregonte të vërtetën. Dhe e vërteta do të ishte skandal ndërkombëtar. Kështu Vaçe mbeti në Shqipëri dhe vazhdoi të performonte. Por pyetja më e madhe mbetet: pse asaj u duk kaq e rëndësishme që të vazhdonte? Pse nuk iku? Pse nuk u përpoq të kërkonte azil kur u ftonte në vendet e tjera socialiste? Përgjigjen e dha vetë Vaçe në një intervistë në vitin 2005. Unë nuk i ka, tha ajo, sepse fëmijët e mi ishin këtu. Dhe sipas asaj që më than, ata do të merreshin nëse unë do të largohesha. Unë nuk mund ta bëj ato. Ajo jetoi për fëmijët e saj, ajo vuajti për ta, dhe në fund ajo u shpërblye duke i parë ata të rritur të lirë. Por historia e Vaçe Zelës nuk përfundoi me vuajtje, ajo mbijetoi. Ajo arriti në vitin 1990 kur diktatura ra. Ajo pa Enver Hoxhën të vdiste, ajo pa sistemin që torturoi të shembet, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo mund të thoshte jo pa pasoja. Doktor Panajot Boga jetoi deri në vitin 2008 dhe në vitin e fundit të jetës së tij, ai dha një intervistë ku tregoi pjesërisht historinë e Vaçes, por refuzoi të jepte detaje për urdhra që kishte marrë. Ai vdiq duke mbajtur sekrete që askush tjetër nuk i dinte. Dhe parat, sipas dëshmive të familjes, shumica e fitimeve të saj nuk ju kthyen kurrë. Kur ai kontrolloi llogaritë e saj pas vitit 1990, gjeti shumë më pak se çpritej për një karrierë 50 vjeçare, për qindra koncerte, për shitjen e miliona diskeve. Familja e saj provoi të hetoj, por dokumentet ishin zhdukur, kontratat ishin humbur, dhe njerëzit që kishin nënshkruar urdhrat ishin të vdekur ose të zhdukur. Por çmimi që ajo pagoi ishte trupi i saj i shkatërruar, një jetë ku ajo ndjente se kishte humbur kontrollin mbi veten, dhe një histori që shumica e njerëzve nuk e din ende. Kjo histori është dëshmia se çfarë ndodh kur një njeri zhderrohet në simbol, kur zëri nuk është më i yti, por i shtetit, kur trupi nuk është më i yti, por pronë kombëtare, dhe kur dhimbja jote private bëhet sekret shtetëror që duhet mbajtur për dekada, derisa e vërteta të dalë në dritë. E vonë, shumë e vonë,
por jo shumë vonë për të treguar botës se çfarë pagoi një grua për të kënduar. Në arkivat e Spitalit Ushtarak të Tiranës, të fshehura në një dollap të vjetër metalik që askush nuk e kishte prekur për 30 vjet, u gjet në vitin 2011 një dosje mjekësore me kodifikimin KZ para 80A. Brenda kësaj dosjeje gjenden radiografi të vjetra të verdhura nga koha, ku shihen qartë vertebrat e thyer të Vaçezelës. Por ajo që tronditi historianët nuk ishin vetëm imazet e frakturave, ishte shënimi i shkruar me shkronjë të kuqe në anën e majtë të dosjes. Diagnoza e plot nuk duhet të komunikohet me pacienten. Raporti zyrtar do të përgatitet në një formë të modifikuar për përdorim publik. Në këtë shënim kishte një firmë, dhe firmen e njihnin të gjithë mjekët e atij brezi. Ishte firma e drejtorit të përgjithshëm të shëndetësisë publike, një person që merrte urdhra direkt nga Komiteti Qendror. Kjo dosje zbuloi se Vaçezela nuk dinte gjendjen e saj të vërtetë shëndetësore. Mjekët që e shqyrtonin çdo javë i jepnin raporte që minimizonin dëmin. Ata i thoshin se kishte lodhje të thjeshtë, stres nga puna intensiv, nevojë për pushim të shkurtër. Por në dosjen e fshehtë shkruhej e vërteta. Pacienti ka dëmimte të paktyeshme në shtatien kurizore. Çdo përpjekje fizike rrit rrezikun e paralizës. Prognoza afatgjat, shkatërimi plot i lëvishmërisë nëse nuk ndalet aktiviteti. Por aktiviteti nuk u ndall, përkundrazi, ai u intensifikua. Sepse në vitin 1921, Shqipëria po organizonte festimet për 40 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore, dhe Vaçezela ishte programuar të këndonte në 5 qytete të ndryshme brenda 10 ditëve. Kush mori vendimin që ta mbajë në errësirë për gjendjen e saj të vërtetë? Kush nënshkroi urdhrin që ajo të vazhdonte të performonte, ndërkohë që trupi i saj po tërmonohej? Dhe çfarë do të ndodhte nëse ajo do të kishte refuzuar? Në gjithë këtë periudhë kishte një vend ku Vaçezela shkonte çdo javë, një vend që askush në publiku nuk e dinte. Ishte një apartament i vogël në lagjën bloku, një zonë ku jetonin vetëm familjet e elitës partijake dhe funksionarët e lartë. Apartamenti i përkiste një ish mjeku ushtarak që kishte humbur licencën për arsye që nuk ishin bërë kur publike, por që vazhdonte të ofronte shërbime mjekësore në mënyrë ilegale për personazhe të caktuara që kishin nevojë për diskrecioni. Vaçe shkonte atje në mëngjesin e hershëm para se të dilte dieli, e mbulluar me një shall të trash dhe syze e rrëta, si të ishte kriminale. Në atë apartament, mjeku i jepte injeksione analgjetike që nuk gjende në spitalet publike. Substanca që përdorej ishte një derivat i morfinës i importuar nga Bashkimi Sovjetik për përdorim ushtarak. Sipas dëshmisë së një infermiere që punonte atje dhe që foli anonim në vitin 2017, Vaçe merrte doza që do të kishin vrarë një njeri normal. Ajo nuk ndjente më dhimbje, tha infermierja, por kjo nuk do të thoshte se dhimbja nuk ishte atje. Dhimbja ishte, por trupi i saj ishte bërë aq i varur nga ilaçi saqë nuk e perceptonte më. Ajo ecte si fantazm. Shpesh nuk kujtonte ku ishte. Ky apartament i fshehtë ishte vendi ku Vaçezela po kthehej në një version tjetër të vetes. Një version që nuk ishte më njeri, por makinë e programuar të funksiononte derisa të prishej përfundimisht. Dhe njerëzit që e shikonin në televizion nuk e dinin se gruaja që buzëqeshte para mikrofonit kishte marrë doza që e mbajnë zgjuar vetëm për pak orë, para se të shembej përsëri në dhimbje. A mund të imagjinoni se çfarë do të thoshte të jetonit kështu? Të dukej se gjithçka është në rregull, por brenda jush po vdisni çdo ditë. Në verën e vitit 1982, Vaçezela u thirr në një mbledhje emergjente në Ministrinë e Kulturës. Ajo shkoi e shoqëruar nga bashkëshorti i saj, Pjetër Rodiqi, sepse në atë kohë ajo nuk mund të ecte më shumë se disa metra pa u mbështetur. Në zyrën e ministrit, ata u pritën nga 3 persona: Ministri i Kulturës, një përfaqësues nga sigurimi i shtetit dhe një grua që ata nuk e njihnin. Gruaja ishte e veshur me rroba elegante dhe kishte një çantë lëkure të zezë. Ajo nuk u prezantua. Ministri filloi biseden me një ton të butë por të ftohtë. Vace, ne jemi të shqetësuar për shëndetin tënd. Kemi marrë raporte se ti nuk je mirë, ne duam të ndihmojmë. Vace dhe Pjetër u shikuan. Ata nuk e kishin pritur këtë ton. Zakonisht ministri ishte i ashpër, urdhërues, por tani ai fliste si mik. Kemi organizuar një trajtim special për ty, vazhdoi ministri. Një klinik në Moskë, mjek specialist, çdo gjë e paguar nga shteti. Ti do të shkosh për 3 muaj, do të trajtohesh dhe do të kthehesh e shëndetshme. Vace ndieu një vallë shprese. 3 muaj trajtim në Moskë, mjek specialist. Ajo kishte kërkuar këtë prej vitesh. Por pastaj foli gruaja me çantën e zezë. Natyrisht, tha ajo me një zë të qetë dhe të kontrolluar, do të shkosh vetëm. Bashkëshortin dhe fëmijët nuk mund t'i marrësh me vete. Do të qëndrojnë këtu. Por mos u shqetëso, ne do të kujdesemi për ta. Dhoma u ngri në heshtje.
Vaçe e kuptoi menjëherë, ky nuk ishte ndihmë, ishte pengesë. Nëse ajo shkonte në Moskë pa familje, ajo do të ishte e vetme në një vend të huaj e rrethuar nga njerëz që e monitoronin, dhe fëmijët e saj do të mbeteshin si peng. Pjetër kapi dorën e saj nën tavolinë dhe e shtrëngoi fort. Ne falemderojmë për ofertën, tha ai me një zë që mezi e mbante qetë. Por Vaçe nuk është në gjendje të udhtoj vetëm. Nëse ka mundësi, ne do të dëshironim që familja të shkonte së bashku. Ministri buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e ftohtë. Kjo nuk është e mundur. Kushtet e klinikës janë të qarta, pacientët shkojnë vetëm, familjet mbeten këtu. Ai heshti për një moment, pastaj shtoi. Natyrisht nëse Vaçe refuzon trajtimin, ne do ta kuptojmë, por atëherë ne nuk mund të garantojmë që ajo do të jetë në gjendje të vazhdojë me koncertet. Dhe nëse ajo nuk mund të performojë, atëherë ne duhet të ndryshojmë statusin e saj. Kërcënimi ishte i qartë. Nëse refuzonte, karriera e saj do të merrte fund, dhe jo vetëm karriera, por edhe jeta normale. Ata do të humbisnin shtëpinë e dhënë nga shteti, privilegjet, aksesin në shërbimet mjekësore. Vaçe dhe Pjetër dollën nga zyra pa dhënë përgjigje, dhe asnjëherë nuk shkuan në Moskë. A do ta pranit ju një ndihmë që ju kërkonte të braktisit familjen për të shpëtuar veten? Pas asaj mbledhje, diçka u thye brenda Vaçe Zeles. Nuk ishte shpina që tashmë ishte e thyer, nuk ishte shpirti që tashmë ishte shkatëruar nga vitet ushturimi. Ishte iluzione e fundit që ajo i kishte mbajtur, shpresa se dikush, diku, do ta shpëtonte. Tani ajo i kuptoi, askush nuk do ta shpëtonte. Ajo ishte e vetme, dhe njerëzit që dukeshin se e ndihmonin, në fakt po e përdornin. Ajo filloi të mbajë një ditar. Jo një ditar ku shkruante mendime, po një ditar ku regjistronte çdo dhimbje, çdo injeksion, çdo takim me mjek, çdo kërcënim të fshehtë. Diaren e fshihte në një vend që askush nuk e dinte. Sipas dëshmisë së vajzës së saj, që foli në vitin 2015, diaren u gjet pas vdekjes së Vaçes, e fshehur në brendësinë e një instrumenti muzikor të vjetër që nuk ishte përdorur për dekada. Kur e hapën, ata gjetën faqe të plota me shënime që tregonin historinë e vërtet të vuajtjeve të saj. Dhe në një faqe me shkrim të dridhur, ajo kishte shkruar: "Nëse unë vdes, le të dihet se nuk vdiqa nga sëmundja, vdiqa nga shteti." Në të njëjtën periudhë, Vaçe filloi të mbajë takime të fshehta me një person që kishte qenë dikur mjek i saj, por që tani ishte larguar nga puna për arsye politike. Emri i tij ishte Dr. Ardian Quko, një kirurg ortopedik që kishte studiuar në Prag dhe që ishte larguar nga pozicioni i tij në vitin 1978 pasi refuzoi të raportonte për pacientët e tij të sigurimi. Dr. Quko jetonte në një shtëpi të vogël në periferi, pa punë zyrtare, duke mbijetuar me punë të vogla. Vaçe shkonte tek ai natën, në fshehtësi, dhe ai e ekzaminonte pa pagesë. Dr. Quko ishte i vetmi që i tregoi të vërtetën. "Vaçe," i tha ai një natë, "ti nuk ke shumë kohë. Nëse vazhdon kështu, brenda 5 vjetëve ti nuk do të jesh më në gjendje të ecësh, dhe pas 10 vjetësh ti do të jesh në karrocë. Jo për shkak të aksidentit, por për shkak se ata të detyruan të performoje kur duhej të pushoje. Trupi yt nuk po shëron, ai po shkatërohet." Ai dha këshilla se si të menaxhonte dhimbjen, por i tha hapur: "Këshilla ime më e mirë është që ti të largohesh nga vendi. Kërko azil kur të udhëtosh jashtë, sepse nëse qëndron këtu, ata do të vrasin ngadalë." Por Vaçe nuk shkoi kurrë. Ajo kishte frikë për fëmijët e saj, dhe ajo dinte se nëse i kej, familja e saj do të vuante. Kjo ishte taktika e regjimit, nuk të vranin direkt, por të mbajnin të burgosur me dashuri për familjen tënde, dhe kjo taktik funksionoi. A do ta sakrifikonit ju lirinë tuaj për të mbrojtur fëmijët tuaj? Në vitin 1984, gjatë një turneu në qytetet e veriut, Vaçe Zela kaloi përmes një përvoje që pothuajse e vrau. Ishte një natë dimri, jashtëzakonisht e ftohtë, dhe ajo ishte programuar të këndonte në Pallatin e Kulturës në Shkodër. Por atë ditë, sistemi i ngrohjes në pallat kishte dështuar. Temperatura brenda sallës ishte vetëm pak më e lartë se jashtë. Organizatorët lokal kontaktuan Tiranën dhe kërkuan të shtynin koncertin, por urdhri që erdhi ishte i qartë: koncerti do të vazhdojë. Vaçe Zela do të performoj. Kur Vaçe arriti në pallat dhe pa kushtet, ajo ju lut organizatorëve: "Unë nuk mund të qëndroj atje për 2 orë, do të ngri." Por ata i treguan urdhrin e shkruar. Nuk ishte zgjidhje. Ajo hyri në skenë e veshur me një pallto të trashë dhe një shall. Publiku ishte i mbulluar me batanie dhe ajo këndoi. Por pas gjysmë ore, zëri i saj filloi të dridhej. Pas 1 ore, ajo nuk mund të lëvizte më gishtat. Pas 1 ore e gjysmë, ajo ra në skenë. Mjekët e transportuan jashtë në një gjendje të parafort, kom nga hipotermia. Ajo u trajtua në spitalin lokal, por raportoi zyrtar, tha: "Performuesi pati një rënje të lehtë nga lodhja, asnjë dëm serioz."
Dhe 3 ditë më vonë, ajo ishte përsëri në skenë, në një qytet tjetër, duke kënduar si të mos kishte ndodhur asgjë. Historinë e kësaj nate e tregoi një infermier që ishte atje, veç ruajti një kopje të raportit mjekësor të vërtetë. Sipas tij, Vachezela ishte aq afër vdekjes atë natë sa mjekët lokal kishin filluar procedurat për të njoftuar familjen. Por në mëngjes ajo u zgjua dhe sistemi e detyroi të vazhdonte. Si mund të bëhej kjo? Si mund të ishte kaq i egër një sistem që dëshironte më shumë një koncert se sa jetën e një njeriu? Por tmerri i vërtet nuk ishte vetëm fizik, ishte edhe psikologjik. Vache filloi të ketë hallucione. Donjëherë në skenë, ajo shikonte fitura në turm që nuk ishin atje. Fitura që e shikonin me urrejtje, me përbuzje, me kërcënim. Ajo mendonte se këto ishe hallucione nga ilacet, por një ditë ajo i tregoi këtë Pjetër Rodiqi dhe ai u tkur. Vache, ato nuk janë hallucione, i tha ai. Ato janë njerëz të vërtet. Sigurimi vendos agent në çdo koncert. Ata janë atje për të monitoruar reagimin e publikut. Vendonjëherë, ata janë atje për të kujtuar se jenë në kontroll. Kjo zbulim e tronditi aq shumë saq ajo nuk deshi të fliste më për të, por nga ajo ditë ajo nuk shikoi më publikun në të njëjtën mënyrë. Çdo skenë ishte një sallë gjykimi ku ajo ishte e akuzuara, vegjishtarët ishin të fshehur në turm. Çdo këngë ishte një rrëfim fajësie për një krim që ajo nuk e kishte kryer. A mund ta imagjinoni se çfarë do të thoshte të jetonit kështu? Të mos dish kush po të shikon, kush po të gjykon dhe çfarë do të ndodhë nëse bën një gabim. Kishte një supersticion që Vachezela e mbante për dekada dhe që askush nuk e dinte deri në fund të jetës së saj. Ajo mbante një unas të vogël argjendi e trashëguar në nëna e saj dhe kur nuk e hidhte. Ajo thoshte se kjo unaz e mbante të gjallë. Nëse e humbas unazën, unë vdes, i kishte thënë Pjetër Rodiqi një herë dhe ai e kishte marrë si shaka. Por në vitin 1987, diçka e çuditshme ndodhi. Pas një koncerti në Durrës, Vache u kthye në dhomën e pushimit dhe vuri re se unaza nuk ishte më në dorën e saj. Ajo u panikua, kërkoi kudo. Në dhomën e pushimit, nën tavolina, në korridore, askush nuk e kishte parë. Ajo u kthye në skenë dhe kërkoi atje, askund. Unaza kishte zhdukur. Vacha ishte e bindur se dikush ja kishte vjedhur. Por kush dhe pse? Ajo nuk foli për këtë me askënd përveç Pjetër Rodiqi. Por brenda disa ditësh, ajo filloi të besonte se kjo ishte një shenjë, se koha e saj po mbaronte, se dikush donte ta shihte të vdekur. Kush mund të kishte qenë? Historinë e unazës e tregoi vajza e saj vite më vonë, dhe ajo shtoi një detaj që e bën këtë ngjarje edhe më të çuditshme. Një javë pas zhdukjes së unazës, një grua e panjohur erdhi në shtëpinë e Vachezelës. Ajo thiri në derë vonë në mbrëmje dhe kur Pjetër hapi, ajo i dha një zarf të vogël dhe iku pa thënë asnjë fjalë. Brenda zarfit ishte unaza, dhe një shënim i shkurtër. E gjeta në skenë, ruaje mirë. Unaza u kthye, por pyetja mbeti, kush e kishte marrë dhe pse e ktheu? Disa thonë se ishte dikush që donte ta friksonte. Të tjerë thonë se ishte dikush që donte ta shpëtonte. Vache nuk e dinte kurrë, por nga ata ditë ajo nuk e hoqi më unazën. Ajo e lidhte me një zënshir të hollë dhe e mbante në rroba ku askush nuk mund ta shihte. Dhe çdo herë që ndjente dhimbje, ajo e prekte unazën dhe mendonte: ende jam gjallë, ende jam gjallë. Por për sa kohë? Në të njëjtën periudhë, Vache filloi të vizitonte një grua të vjetër që jetonte në një shtëpi të vogël në male jashtë Tiranës. Kjo grua kishte famë si fallxore dhe shërues tradicional. Njerëzit e thërrisnin në ndilla. Ajo nuk përdorte ilaçe moderne, por barna tradicionale dhe ritualet e vjetra. Vache shkonte tek ajo në fshehtësi, duke udhëtuar natën për të mos u parë. Në ndilla e ekzaminoi Vachen dhe i tha diçka që e tronditi. Ti nuk je e sëmur nga natyra. Ti je e mallkuar nga njerëzit. Ajo i dha Vaches një amulet të vogël, një qese prej lëkure me barna të thata brenda. Mbaje këtë gjithmonë me vete, i tha. Do të mbrojë nga ata që duan të dëmtojnë. Vache e mori amuletin dhe e mbajti. Por a funksionoi? Sipas dëshmive të familjes, Vache besonte se po. Ajo thoshte se sa herë që mbante amuletin, ndjehej më e fortë, dhe sa herë që e haronte, ndodhte diçka e keqe. Një herë, ajo e haroi amuletin në shtëpi para një koncerti, dhe atë ditë u përplas makina që transportonte. Një herë tjetër, ajo e humbi amuletin gjatë një udhtimi, dhe atë ditë pësoi një rënje të rëndë që dërgoi në spital. Pas këtyre ngjarjeve, ajo nuk e lëshoi më amuletin. Ajo e mbante së bashku me unazën si dy objekte që e mbanin gjallë. Por pyetja mbeti, a ishte kjo supersticion apo ka diçka më të thellë?
Disa historianë që studiuan jetën e Vaçezelës besojnë se ajo ishte në një presion psikologjik të tillë që filloi të zhvillonte simptomat e një çrregullimi psikologjik. Ajo besonte se ishte e persekutuar, se dikush po përpiqej ta vriste, se çdo gjë që ndodhte ishte një komplot kundër saj. Por a ishte kjo paranoj, apo ishte e vërtet? Sipas dokumenteve të sigurimit të shtetit, që u zbuluan pas vitit 1990, Vaçezela ishte në fakt në monitorim konstant. Shtëpia e saj ishte e pëlgjuar, telefoni i saj ishte i kontrolluar. Çdo vizitë që merrte, çdo letër që dërgonte, çdo bisedë që kishte, regjistrohej dhe raportohej. Ajo nuk ishte paranoike, ajo kishte të drejtë. Ajo ishte vërtet nën kontroll. Dhe njerëzit që ajo mendonte se po e persekutonin, në fakt po e bënin. Por pse? Pse një këngëtare që sakrifikoi gjithçka për shtetin do të trajtohet si armik? Përgjigja qëndron në natyrën e regjimit. Në një regjim totalitar, edhe heronjt janë të dyshimt, sepse heroi që flet mund të bëhet armiku që rrëfen sekrete. Dhe Vaçezela dinte shumë, ajo kishte parë shumë. Dhe për këtë arsye, ajo duhej të mbahej nën kontroll. Jo të vritet, por të mbahej në një gjendje ku ajo nuk mund të bënte asgjë, përveç të vazhdonte të këndonte. Në vitin 1988, Vaçe u thirr në një mbledhje urgjente në një vilë private jashtë Tiranës. Kjo vili përkiste një zyrtari të lartë të partisë dhe takimet atje ishin gjithmonë për çështje delikate që nuk diskutoheshin në zyra zyrtare. Vaçe shkoi e shoqëruar nga Pjetër Rodiqi dhe kur arritën ata u pritën nga 3 burra që ata nuk i njihnin. Burrat nuk u prezantuan. Ata i ftuan Vaçen dhe Pjetrin në një dhomë të madhe me tavolina të gjata dhe ulse lëkure. Dhe atje njëri prej burrave foli. Vaçe, tha ai me një zë të qetë por të ftohtë, ne kemi një problem. Ka një gazetar nga Jugoslavia që po shkruan një libër për kulturën shqiptare. Ai ka kërkuar të intervistoj ty. Ne nuk mund ta refuzojmë, sepse kjo do të dukeje dyshimt, por ne nuk mund të lejojmë që ti të flasësh lirisht. Kështu që ne kemi përgatitur një seri pyetjesh dhe përgjigjesh që ti do t'i lecosh. Çdo devijim nga skripti do të konsiderohet si akt armiqësor. Ai dha Vaçes një dosie të trashë me letra. Mëso këto përmendsh. Intervista do të jetë javën e ardhshme. Vaçe dhe Pjetër u kthyen në shtëpinë e heshtje. Dhe atë natë, Vaçe lexoi dosjen. Ajo ishte plot në përgjigje të shkruara që e bënin të dukej si të jetonte një jetë të lumtur, të përmbushur, të lirë. Por ajo dinte se çdo fjalë ishte gënjeshtër. Dhe tani, ajo duhet të gënjente para një gazetari, duke ditur se nëse nuk gënjente, do të vuante. Kjo ishte tortura më e keqe, jo dhimbja fizike, por dhimbja shpirtërore e detyrimit për të mohuar të vërtetën tuaj. A e kuptoni ju se çfarë do të thoshte të detyrohesh të gënjesh për veten tuaj, duke ditur se bota do t'ju besoj gënjeshtrën dhe do ta harroj të vërtetën? Në arkivat personale të familjes Rodiqi, të ruajtura në një kuti metalike që nuk u hap për 30 vjet, u gjet në vitin 2019 një letër e shkruar me dorë nga vetë Pjetër Rodiqi, bashkëshorti i Vaçezelës. Letra ishte drejtuar askujt sikur ai po shkruante një testament që nuk ishte kujt t'i linte. Në atë letër, Pjetër përshkruante një ngjarje që ndodhi në mars të vitit 1989, vetëm pak muaj para se sistemi të fillonte të shembej. Ai shkruante: Sot zbulova se buri që kam thirrur mik për 20 vjet, buri që ka ngrënë në tavolinën tonë, që ka luajtur me fëmijët tanë, që ka qenë dëshmitar i dasmës son, është buri që ka raportuar çdo bisedë që kemi pasur në intimitetin e shtëpisë son. Emri i tij është në dosjet e sigurimit. Emri i tij është firmosur në raporte që përshkruajnë çdo lëvizje ton. Ve tani kur ja shoh fytyrën, nuk di nëse duhet ta urrej apo ta mëshiroj, sepse ai vetë është rob i një sistemi që e ka shndëruar në spiun kundër vullnetit të tij. Ky person, që Pjetër nuk e emroi në letër, por që familja identifikoi më vonë si një koleg muzikant me emrin Agim Shalla, kishte qenë pjesë e rrethit të ngushtë të familjes Rodiqi për dekada të tëra. Ai ishte ai që jepte Vaçes këshilla për performancat, që fliste me Pjetrin për vështirësitë e industrisë, që shpesh vinte në shtëpinë e tyre për darke dhe biseda të gjata. Por ajo që familja nuk e dinte, ishte se çdo bisedë që Agim dëgjonte, çdo shqetësim që Vaçe shprehte për shëndetin e saj, çdo ankesë që Pjetër bënte për trajtimin e padrejtë, raportohej direkt te sigurimi i shtetit. Sipas dokumenteve që u zbuluan pas vitit 1990, Agim Shalla kishte qenë informator i regjistruar që nga viti 1968 dhe dosja e tij përmbante qindra raporte të shkruara me dorën e tij, ku përshkruante gjendjen psikologjike dhe fizike të Vaçezelës, planet e familjes për udhëtime, madje dhe bisedat që kishin për mjekët që vizitonin. Një raport, i datuar në tetor të vitit 1988, shkruante:
Vaçe Rodiqi shpreh dyshime se po monitorohet. Ajo ka thënë se ndihet e pasigurt në shtëpinë e saj. Bashkëshorti i saj po bëhet gjithnjë më skeptik ndaj autoriteteve. Rekomandohet vëmendje e shtuar. Ky raport tregon se sigurimi e dinte që Vaçe po fillonte të dyshonte, por në vend që ta ndallonin, ata thjesht rritnin monitorimin. Dhe njeriu që e bënte këtë ishte dikush që ajo e quante mik. Historia e Agim Shallës nuk është vetëm një histori tradhtie personale, por një dëshmi se si sistemi shndërronte njerëzit në armiqtë e njëri tjetrit. Agim vet nuk ishte një besimtar i regjimit. Ai kishte qenë rekrutuar me forcë në vitin 1968 pas një incidenti ku ishte kapur duke dëgjuar një stacion radiofonik të huaj. Në vend që ta burgosnin, sigurimi i ofroi një zgjidhje: të bëhej informator, ose të humbaste drejtën për të punuar si muzikant dhe të dërgohej në një kamp pune. Agim zgjodhi të mbijetoj, por çmimi i mbijetesës ishte shpirti i tij. Çdo herë që shkruante një raport, ai e dinte se po trajtonte njerëz që e besonin, dhe çdo herë që shikonte Vaçen duke vuajtur, ai e dinte se një pjesë e asaj vuajtje ishte faji i tij, sepse raportet e tij justifikonin vazhdimin e presionit mbi të. Por ai nuk mund të ndallonte, sepse nëse ndallonte, ai vetë do të bëhej viktim. Kjo është natyra e një regjimi totalitar. Ai nuk të detyron vetëm të nënshtrohesh, por të bëhesh bashkëpunëtor i vetë shtypjes, dhe kur sistemi bie, kush është fajtor? Agim Shalla që tradhtoi miqtë e tij për të mbijetuar, apo sistemi që e detyroi të zgjidhte midis tradhtisë dhe vetë shkatërrimit? Zbulimi i rolit të Agim Shallës ndodhi në mënyrë plotësisht aksidentale. Në mars të vitit 1989, Pjetër Rodiqi shkoi në një takim me zyrtar në Drejtoria e Arteve Skenike për të diskutuar programin e koncerteve të vitit vijues. Gjatë takimit, një zyrtar la padashe një dosje të hapur mbi tavolinë dhe doli për të marrë një telefonat. Pjetër, duke pritur në dhomë, shikoi rastësisht drejt tavolinës dhe pa emrin e tij të shkruar në krye të një faqeje, kurioziteti e shtyu të afrohej dhe të leconte. Ajo çfarë pa e tronditi aq thellë, saqë ai nuk mundi të flasë për disa minuta, ishte një raport i detajuar për një bisedë që ai kishte pasur me Vaçen në dhomën e tyre të gjumit 2 javë më parë. Një bisedë ku ata kishin diskutuar mundësinë për të kërkuar ndihmë mjekësore jashtë vendit. Raporti përshkruante çdo fjalë që kishin thënë, madje edhe tonin e zërit dhe gjendjen emocionale të tyre. Në fund të raportit ishte firma: Burimi A.S.H. Pjetër e kuptoi menjëherë. Vetëm një person kishte qenë në shtëpinë e tyre atë javë. Vetëm një person kishte pasur akses në dhomën e tyre të gjumit, ndërkohë që ata bënin atë bisedë në dhomën ngjitur. Ishte Agim Shalla, që kishte ardhur për të ndihmuar me riparimin e një instrumenti muzikor dhe që kishte qëndruar në shtëpi për disa orë. Por si kishte mundur ai të dëgjonte një bisedë në dhomën tjetër? Përgjigja erdhi më vonë, kur Pjetër kontrolloi dhomën e gjumit dhe gjeti një pajisje të vogël elektronike të fshehur pas një kornice fotografie. Ishte një mikrofon transmetues, i tipit që përdore nga sigurimi për përgjim. Agim e kishte vendosur atje gjatë vizitës së tij. Kur Pjetër e konfrontoi Agimin, përgjigja e tij ishte një përzierje e mohimit të dëshpëruar dhe pranimit të tërthort. Pjetër, ti nuk e kupton, i tha Agim me zë të thyer. Nëse unë nuk e bëja, ata do të gjenin dikë tjetër, dhe ai dikush tjetër mund të shkruante gjëra më të këqija. Unë të pakten mundohesha të mos shkruaja gjëra që do t'ju dëmtonin seriozisht. Kjo justifikime bëri Pjetrin edhe më të zëmëruar. Ti mendon se na ke shpëtuar duke na tradhtuar pak më butësisht, thirrri ai. Ti mendon se kjo të bën hero? Agim nuk pati përgjigje. Ai doli nga shtëpia dhe nuk u kthye kurrë më, por dëmi ishte bërë. Vaçe, kur mësoi të vërtetën, ra në një depresion të thellë. Ajo nuk mund të besonte më askënd. Çdo person që vinte në shtëpinë e saj, çdo mik që telefononte, çdo bisedë që kishte, tani e shohin me dyshim. Ajo filloi të flasë vetëm në shënim të shkruar, edhe në shtëpinë e saj, duke i djegur letrat menjëherë pas lecimit. Ajo u bë hije e vetes. Dhe njeriu që e kishte çuar në këtë gjendje, ishte dikush që ajo e kishte konsideruar si pjesë e familjes. Si mund të jetojë dikush kur e di se edhe miqt më të afërt mund të jenë armiqt më të fshehur? Në shtator të vitit 1989, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Një grua e re që punonte si pastruese në Ministrinë e Kulturës, u afro te Pjetër Rodiqi gjatë një eventi publik dhe i dha një zarf të vogël duke i thënë në një pëshprim: "Leqojeni kur të jeni vetëm, asnjë fjalë për askënd." Gruaja u largua para se Pjetër të kishte kohë të pyeste. Atë mbrëmje në fshehtësinë e dhomës së tij të punës, Pjetër hapi zarfin dhe gjeti brenda një letër prej 2 faqesh, të shkruar me shkronjë të bukur dhe të kujdesshme. Letra fillonte kështu: Zoti Rodiqi,
Emri im nuk ka rëndësi, por ajo që kam për t'ju thënë ka. Unë punoj në pastrimin e zyres së drejtorit të kontrollit artistik. Çdo mbrëmje, pas përfundimit të punës, unë hidhja letrat dhe dokumentet e hedhura në shportën e mbeturinave. Por 2 javë më parë, gjeta një dokument që nuk ishte hedhur plotësisht. Ishte një fotokopje e një urdhri të brendshëm i datuar në vitin 1980 që jepte udhëzime se si të trajtohen artistët që paraqisnin probleme shëndetësore. Në atë dokument, emri i bashkëshortes suaj ishte i përmendur specifikisht. Urdhri thoshte: artisti Vaçe Zella duhet të vazhdoj performancat pavarësisht nga diagnoza mjekësore. Raportet mjekësore duhet të modifikohen për të minimizuar alarmimin publik. Familja duhet të mbajë në presion për të siguruar bindshmëri. Unë nuk mund ta them këtë publikisht, por mendova se ju duhet ta dinit. Letra nuk ishte firmë, por ajo që përmbante ishte një provë e qartë e asaj që Pjetër dhe Vaçe kishin dyshuar për vite, se trajtimi i tyre nuk ishte rezultati neglizhencës, por i një politike të qëllimshme për të mbajtur Vaçen në performancë me çdo mënyrë të nevojshme, pa marrë parasysh pasojat për shëndetin e saj. Pjetër donte ta çonte këtë letër në media, ta bënte publike, ta përdorte si provë për të denoncuar sistemin. Por në vitin 1989, mediat ishin ende plotësisht në kontroll shtetëror. Nuk ishte gazeta të pavarura, nuk ishte televizione private, nuk ishte radio që do të guxonin të publikonin një akuzë kaq serioze kundër organeve qeveritare. Pjetër shkoi tek një avokat që njihte, por avokati e këshilloi të mos bënte asgjë. Pjetër, nëse ti nxjerr këtë tani, ti nuk do të arrish asgjë, përveç të shkatërosh veten dhe familjen tënde, i tha avokati. Sistemi ende është në fuci, dhe njerëzit që shkruan këto urdhra ende janë në poste. Prit, gjërat po ndryshojnë, por duhet të presësh. Kështu që Pjetër priti. Ai e fshiu letrën në të njëjtin vend ku Vaçe kishte fshehur ditarin e saj, brenda një instrumenti muzikor të vjetër që askush nuk e prekte. Dhe ai nuk i tha asgjë Vaçes, sepse nuk donte ta ngarkonte me një peshë të re, kur ajo tashmë ishte pothuajse e tyer nga pesha që mbante. Por historia e kësaj pastruese anonime nuk përfundon atje. Në vitin 2014, një grua me emrin Lule Basha dha një intervistë për një dokumentar televiziv, kur rrëfeu se ajo kishte qenë pastruese në Ministrinë e Kulturës gjatë viteve 80. Ajo pranoi se kishte qenë ajo që kishte shkruar letrën për Pjetër Rodiqi. Unë e bëra sepse nuk mund ta duroja më heshtjen, tha ajo në intervistë. Çdo ditë unë lexoja dokumente që përmbanin urdhëra të tmeshme, urdhëra që i detyruan njerëzit të punonin derisa të vdisnin, urdhëra që fshin evidencat mjekësore, urdhëra që kërcënonin familjet nëse ata nuk bindeshin. Dhe unë nuk mund të bëja asgjë, sepse nëse flisja, unë do të humbasja punën dhe do të dërgoheshim në një kamp. Por të paktën unë mendova, mund t'i jepja Pjetër Rodiqi një provë që ai mund ta përdorte një ditë kur koha të vinte. Lule Basha vdiq në vitin 2017, por para vdekjes së saj, ajo dha një kopje të dokumentit origjinal që kishte gjetur në shportën e mbeturinave. Dokumenti tani ruhet në Arkivin e Krimeve të Komunizmit në Tiranë dhe është i disponueshëm për studimin publik. Ai është një nga provat më të qarta se si regjimi trajtonte artistët e tij, jo si qenie njerëzore, por si mjete propagande që duhet të funksionojnë derisa të prishen përfundimisht. Pjetër tentoi të shkruante një dëshmi për gazetën Rilindja Demokratike, por dora i dridhej aq shumë saqë nuk mund të përfundonte as fjalinë e parë. Një mbrëmje, Vaçe gjeti në një sertar një letër të paplumuar, drejtuar Komisionit për të Drejtat e Njerëzit, që Pjetër kishte filluar ta shkruante, por nuk ishte guxuar ta dërgonte. Ajo e lexoi dhe qau në heshtje. Pastaj e dogji në zjarrin e Oçakut, sikur po dinte vetë shpresën e fundit për drejtësi. Ata të dy e dinin, sistemi i kishte mundur, jo duke i vrarë, por duke i thirrë aq thellë saqë rezistenca u duke e pamundur. Kjo ishte fitoria e fundit e sistemit, jo të vriste, por të thyente aq shumë saqë ti të mos kishe më vullnet për të rezistuar. Kjo është tortura më e përsosur, ajo që të lë gjallë, por të merr çdo arsye për të jetuar. Si mund dikush ta luftojë një sistem që kupton kaq mirë psikologjinë njerëzore sa e zhduron vetë jetën në burg? Në dhjetor të vitit 1989, vetëm pak ditë pas rënies së murit të Berlinit dhe pak javë para demonstratave që do të shkonin në zhëzimin e regjimit komunist shqiptar, Vaçe Zella mori një telefonat në një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër të vijës ishte i një buri që fliste me një ton të qetë, pothuajse mekanik. "Zënjë Zella", tha ai, "ju jeni e ftuar në një takim të rëndësishëm nesër në orën 10 para ditë. Një makinë do të vijë t'ju marrë. Ju lutemi, mos e diskutoni këtë me askënd." Kur kërkoi të dinte kush ishte, linja u mbyll. Atë mbrëmje, ajo nuk foli me Pjetrin për thirrjen, sepse diçka në zërin e atij buri e kishte friksuar. Por në mëngjesin e arshëm, kur një makinë e zezë me xhama të errata erdhi te porta e shtëpisë së saj,
Ajo dinte se nuk ishte zgjidhje. Ajo hyri në makinë dhe u transportua në një vilë privat në periferi të Tiranës, një vend që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Atje, ajo u prit nga 3 burra të veshur me rroba civile, por me mbajtje që tradhtonte prejardhjen e tyre ushtarake ose të shërbimeve të sigurisë. Takimi që ndodhi në atë vilë nuk është regjistruar zyrtarisht në asnjë dokument, por në vitin 2001, Vaçe Zela i rrëfeu vajzës së saj në një bisedë private që vajza e regjistroi me dëshirën e nënës, se ajo që u tha atë ditë ishte njëra nga përvojat më të frikshme të jetës së saj. Sipas rrëfimit të Vaçes, njëri nga burrat foli me një ton që ishte njëkohësisht kërcënues dhe bindës. "Zënjë Zela", tha ai, "ne jemi këtu për t'ju dhënë një mundësi. Ju e dini që koha po ndryshon, sistemi po përballet me sfida. Ka njerëz që po përpiqen ta shkatërrojnë atë që kemi ndërtuar për 45 vjet. Dhe ka njerëz që po përhajnë gënjeshtra për atë çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Ne dim se ka pasur vështirësi. Ne dim se ka pasur gabime. Por ne gjithashtu dim se ju keni qenë pjesë e sistemit. Dhe nëse ju vendosni të flisni për vështirësitë tuaja, kjo do të përdoret nga armiqtë tanë për të përçmuar gjithçka që kemi arritur. Ne ju kërkojmë të mbani heshtjen. Në këmbim, ne do të sigurojmë që ju dhe familja juaj të mos prekeni nga ndryshimet që po vijnë." Ajo pyeti, çfarë do të ndodhte nëse refuzonte? Buri buzëqeshi një buzëqeshe të ftohtë. "Ne nuk ju kërcënojmë", tha ai, "por ju duhet të kuptoni se ka shumë dokumente në arkiva që mund të interpretojnë në mënyra të ndryshme. Ka raporte që tregojnë se ju keni pasur akses në privilegje që shumë njerëz të tjerë nuk i kishin. Ka prova që tregojnë se ju keni jetuar mirë ndërkohë që populli vuante. Nëse këto dokumente bëhen publike, njerëzit mund të fillojnë të pyesin pyetje të pakëndshme. A kuptoni?" Kërcënimi ishte i qartë. Nëse Vaçe fliste, ajo do të akuzojë se kishte qenë bashkëpunëtore e regjimit, se kishte jetuar në luks ndërkohë që të tjerët vuanin, se ishte privilegjuar dhe korruptuar. E tronditur, ajo u kthye në shtëpi. Ajo nuk foli me Pietrin për takimin deri një javë më vonë, kur përfundimisht gjeti guximin. Kur ja tregoi, Pietër u zemrua aq shumë sa që donte të shkonte vetë ta konfrontonte zyrtarin, por Vaçe e ndalloi. "Pietër, nëse ti shkon atje, ata do të na shkatërrojnë", i tha ajo. "Ata kanë fuqinë, dhe edhe nëse sistemi po bie, njerëzit që drejtuan atë sistem ende janë këtu, ende kanë dokumente, ende kanë lidhje. Ne nuk mund t'i luftojmë." Kështu që ata mbatën heshtjen. Edhe kur regjimi ra në vitin 1990, edhe kur Shqipëria u hap për botën, edhe kur filluan hetimet për krimet e komunizmit, Vaçe Zela nuk foli publikisht për atë që i kishte ndodhur. Ajo dha intervista kur rrëfeu pak, por kur të plot. Ajo përmendi vështirësi, por jo torturën. Ajo foli për presion, por jo për tradhtin. Dhe arsyeja ishte frika. Frika se ajo vetë do të akuzojë se kishte qenë bashkëpunëtore. Frika se emri i saj do të njollosej. Frika se fëmijët e saj do të vuanin për çfarë ajo do të zbulonte. Por heshtja e Vaçes nuk ishte vetëm rezultati i kërcënimit. Ishte edhe rezultati diçkaje më të thellë, turpi. Ajo ndjehej e turpruar që kishte lejuar veten të përdorej, që nuk ishte rezistuar, që kishte vazhduar të këndonte edhe kur e dinte se po i bënin keq. Ajo mendonte se nëse do të fliste tani, njerëzit do të pyesnin, pse nuk ndale, pse nuk ike, pse nuk luftove. Dhe ajo nuk ishte përgjigje që ta kënaqnin veten, e lëre më të tjerët. Ajo nuk ishte fjalë për të shpjeguar se kur je i rrethuar nga një sistem që kontrollon çdo aspekt të jetës tënde, që mban fëmijët e tu si peng, rezistenca nuk është zgjidhje thjesht. Fika nuk është dobësi, është përgjigje njerëzore ndaj kërcënimit ekzistencial. Në vitin 2005, Vaçe Zela va një nga intervistat më të rralla ku ajo foli pak më hapur për përvojën e saj. Ishte një emision televiziv në një kanal të vogël lokal dhe gazetari kishte qenë aq i sjellshëm dhe i respektuar saqë Vaçe ndjeu se mund të besonte. Ajo tha, njerëzit mendojnë se artistët jetojnë jetë të mrekullueshme. Ata shohin skenën, dritën, duartrokitjet, por ata nuk shohin çfarë ndodh pas skenës. Ata nuk e dinë se çdo buzëqeshje mund të jetë një maskë për dhimbje, çdo këngë mund të jetë një britme për ndihmë që askush nuk e dëgjon. Unë kam jetuar me këtë peshë për të gjithë jetën time, dhe edhe tani, kur gjithçka ka përfunduar, unë ende nuk mund ta hedh atë peshë, sepse ajo është bërë pjesë e meje. Kjo ishte sa afër sa Vaçe erdhi për të pranuar publikisht traumën e saj. Por edhe kjo deklaratë ishte e kufizuar, e koduar, e mbrojtur nga muret e turpit dhe frikës. Dhe kur ajo vdiq në vitin 2014, shumë sekrete vdiqen me të. Disa prej tyre u zbuluan më vonë përmes dokumenteve të arkivuara, por të tjera mbeten ende të panjohura. Sa më shumë histori si kjo ekzistojnë,
të fshehura në zemrat e njerëzve që vuajtën në heshtje, veç që vdiqen pa guxuar të flasin plotësisht? Sa më shumë vace zella ekzistojnë në histori, të harruara ose të keqkuptuara, sepse kërcënimi vazhdoi edhe pas përfundimit të regjimit që i torturoi. Në qershor të vitit 1990, një dosie e klasifikuar si zhurgënd për arkivim u vendos në një raftë të thellë të Ministrisë së Kulturës, ku duhej të mbetej e harruar përgjithmonë. Por në vitin 2007, gjatë një pastrimi rutinor të arkivave, një historian i ri me emrin Ervin Mahilli gjeti atë dosie dhe kur e hapi, zbuloi një listë që ndryshoi kuptimin e gjithë historisë kulturore të Shqipërisë komuniste. Lista kishte titullin Artistë që nuk duhen transmetuar, vendim i Komitetit për Kontrollin Ideologjik. Në atë listë kishte 32 emra të artistëve, këngëtarëve, aktorëve dhe shkrimtarëve, që në një moment të caktuar të karrierës së tyre ishin konsideruar si problematik dhe ishin vendosur në një lloj të censurës së heshtur. Emri i Vaçe Zelës nuk ishte në atë listë, por në një flet tjetër, të bashkangjitur me kapse rusk, kishte një shënim të shkruar me dorë. Vaçe Zela, rast i veçantë, nuk duhet ndaluar plotësisht, por duhet kontrolluar rreptësisht. Performancat duhen monitoruar, kontaktet me publikun duhen kufizuar. Udhëtimet jashtë vendit duhen shoqëruar nga përfaqësues të autorizuar. Arsyeja. E dëgjuar duke bërë komente kritike për trajtimin mjekësor të saj gjatë një ngjarje private në shtator të vitit 1987. Ky shënim zbuloi se vendimi për ta mbajtur Vaçen nën kontroll të rrept nuk ishte marrë për shkak të performancës së saj artistike, as për shkak të cilësisë së punës së saj. Ishte marrë sepse ajo kishte guxuar të ankohej edhe në një mjedis privat për atë që po i bëhej. Sistemi nuk toleronte as ankesa private. Çdo fjalë thënë edhe në një darkë familjare mund të kthehej në arsye për dënim. Kush e vendosi që emri i Vaçe Zelës të shënohej në atë dosie? Kush dëgjoi atë bisedë private dhe e raportoi? Dhe sa artistë të tjerë përfunduan në lista të tilla jo për artin e tyre, por për fjalët e tyre. Historiani Ervin Mahilli u përpoq të hetonte origjinën e kësaj liste dhe zbuloi se vendimi për krijimin e saj ishte marrë në një mbledhje të mbyllur të biros politike në tetor të vitit 1987, vetëm pak muaj pas vdekjes së Enver Hoxhës. Në atë kohë, pasardhësi i tij, Ramiz Alia, po përpiqej të ruante kontrollin mbi një sistem që po fillonte të çarri. Kishte frikë se artistët që kishin kontakt të drejt për drejt me popullin mund të bëheshin zëra kritik që do të nxisnin pa kënaqësi. Kështu që u krijua një sistem i ri monitorimi. Artistët nuk do të censuroheshin plotësisht, sepse kjo do të ishte shumë e dukshme dhe do të shkaktonte reagjime. Por ata do të mbaheshin në një presion psikologjik konstant, duke u bërë të qartë se çdo devijim nga linja zyrtare do të kishte pasoja. Vaçe Zela, që tashmë ishte simboli i kulturës kombëtare, nuk mund të hiqej nga skena. Por ajo mund të kontrollohej, të friksohej, të mbahej në një gjendje varësie të plot nga sistemi. Ky kontroll nuk ishte vetëm politik, ai ishte edhe mjekësor, sepse varësia e saj nga ilaçet e dhimbjes dhe nga trajtimi që vetëm sistemi mund t'i ofronte e bënte atë të pafuqishme për të rezistuar. Ervin Mahilli gjeti edhe një dokument tjetër në të njëjtën dosie, një memorandum të brendshëm që përshkruante strategjinë për menaxhimin e rasteve të vështira si ai i Vaçe Zelës. Memorandumi thoshte: kur një artist arrin në një pikë ku shëndeti i tij, saj, bëhet pengesë për punë, ne duhet të vendosim nëse është më e dobishme ta largojmë nga skena ose ta mbajmë duke e mbështetur me mjete mjekësore. Në rastin e Vaçe Zelës, largimi nga skena do të ishte humbje e madhe për imazhin kombëtar. Prandaj rekomandohet që ajo të vazhdojë me mbështetje mjekësore intensive, duke siguruar që ajo të jetë gjithmonë në gjendje të performojë kur kërkohet. Kostot mjekësore do të mbullohen nga fondi i rezervuar për raste emergjente. Familja duhet të informohet se bashkëpunimi është në interesin e saj të mirë. Ky dokument tregon se sistemi e dinte saktësisht çfarë po i bënte Vaçe Zelës. Nuk ishte neglizhencë, ishte strategji e qëllimshme. Ajo mbahej gjallë dhe funksionale jo për hirin e saj, por për hir të imazhit që ajo përfaqësonte. Dhe kur familja e saj u informua se bashkëpunimi ishte në interesin e saj, ata e kuptuan kërcënimin. Nëse refuzonin, do të humbisnin gjithçka. A mund të imagjinohet një mizori më e madhe se kjo? Të dish se dikush po vuan, por ta mbash atë në vuajtje, sepse vuajtja e tij të shërben ty. Gjatë viteve të fundit të regjimit, Vaçe Zela performoi në më pak koncerte, por ato koncerte që bëri ishin të rëndësishme nga pikpamja propagandistike. Në mars të vitit 1990, ajo u thirr të këndonte në një ceremoni për të përkujtuar vdekjen e Enver Hoxhës. Ishte një ngjarje transmetuar në televizion kombëtar dhe ishte menduar se një demonstrim i unitetit kombëtar në një kohë kur vendi po përballej me kriza ekonomike dhe presione për reforma.
Vaçe ishte aq e dobët atë ditë, sa që nuk mund të qëndronte në këmbë pa mbështetje. 2 persona qëndronin jashtë kamerave, duke mbajtur nga krahët, dhe e lëshuan vetëm kur ajo duhej të shfaqej në ekran. Ajo këndoi 2 këngë, me një zë që ishte hije e asaj që kishte qenë dikur, por që ende mbante një dinjitet që e bënte performancën të prekshme. Pas transmetimit, gazetarët e zyrtar shkruan artikuj që lavdëronin devotshmërinë e saj ndaj atheut, duke thënë se edhe në moshë të tjerë ajo vazhdonte të shërbente popullin. Por askush nuk shkroi se ajo ishte mbajtur gjallë me injeksione, se ajo ishte transportuar në skenë si të ishte invalid, se ajo kishte qarë në dhomën e pushimit para dhe pas performancës. Kjo ishte propaganda në formën e saj më të pastër, shndërrimi i vuajtjes në heroizëm, fsheja e torturës pas maskës së devotshmërisë. A është kjo art? Apo kjo është sfrytëzimi organizuar në nivele që sfidojnë çdo kuptim njerëzor? Për herë të parë në 30 vjet, në prill të vitit 2011, një grua shkoi para kamerave dhe tha diçka që askush nuk e kishte pritur. Emri i saj ishte Mariana Sulla, dhe ajo kishte qenë asistente personale e Vaçe Zelës gjatë viteve 8 vjet. Ajo kishte qenë ajo që e ndihmonte Vaçen të vishej, që e shoqëronte në turne, që qëndronte me të në dhomën e pushimit kur dhimbja bëhej e padurueshme. Mariana kishte mbajtur heshtjen për dekada, por tani në moshën 7 vjet, ajo vendosi të fliste. Në një intervistë për një kanal televiziv kombëtar, ajo ul para kamerave dhe tha: "Unë nuk mund të vdes duke mbajtur këtë sekret. Njerëzit duhet ta dinë të vërtetën për atë që i ndodhi Vaçe Zelës." Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare që vuajti nga sëmundja. Ajo ishte një grua që u torturua me dashe nga një sistem që e konsideroi si pronë shtetërore. Dhe unë isha atje, unë e shikova. Dhe unë nuk bëra asgjë, sepse kisha frikë. Por tani, unë nuk kam më frikë. Unë jam e vjetër. Çfarë mund të më bëjnë tani? Mariana rrëfeu se në vjetor të vitit 1988, ajo kishte qenë prezente në një takim midis Vaçe Zelës dhe një zyrtari të lartë nga Ministria e Kulturës, një takim që ndodhi në një zyrë private në Pallatin e Kongreseve. Zyrtari, që Mariana identifikoi si Petrit Dode, një nga njerëzit më të fuqishëm në hierarkinë kulturore të asaj kohe, i kishte thënë Vaçes me një ton të ftohtë: "Vaçe, ti je simboli i këtij vendi. Simbolet nuk mund të jenë të dobëta. Nëse ti nuk mund të performosh, atëherë ne duhet të gjejmë një simbol tjetër. Por nëse gjejmë një simbol tjetër, ti nuk do të jesh më asgjë, do të harrohesh. Dhe fëmijët e tu do të rriten duke ditur se nëna e tyre u harrua sepse nuk ishte mjaft e fortë." A e do këtë? Vaçe kishte qarë atë ditë, dhe Mariana kishte qëndruar në këndin e dhomës duke dëgjuar, duke parë, por pa guxuar të ndërhente. "Unë nuk e kuptova atëherë sa mizori ishte ai kërcënim", tha Mariana në intervistë, "por tani e kuptoj. Ai nuk po e kërcënonte vetëm karrierën e saj, ai po e kërcënonte identitetin e saj, trashëgiminë e saj, madje edhe kujtimet që fëmijët e saj do të kishin për të. Ai po e bënte të zgjidhte midis vuajtjes dhe zhdukjes. Dhe ajo zgjodhi vuajtjen, sepse nuk mund ta duronte idenë se do të harrohej." Ky rrëfim tronditi opinionin publik shqiptar dhe shkaktoi një debat të ashpër për përgjegjësitë morale të atyre që shërbenin në aparatin kulturor të regjimit. Por Petrit Dode, që ishte ende gjallë në atë kohë, hodhi poshtë akuzat. Ai tha se Mariana po shpikje histori, se takimi nuk ishte ndodhur kurrë, se ai nuk ishte thënë asnjëherë fjalë të tilla. Por kur gazetarët kontrolluan arkivat, ata gjetën një shënim në ditarin zyrtar të Petrit Dode që konfirmonte se ai kishte pasur një takim me Vaçe Zela në datën që Mariana kishte përmendur. Mariana gjithashtu rrëfeu një ngjarje tjetër që ndodhi në tetor të vitit 1989, pak para se regjimi të fillonte të shembej. Vaçe kishte performuar në një koncert në Vlorë dhe pas koncertit ajo kishte rënë në dhomën e pushimit dhe nuk mund të ngrihej. Mariana e kishte gjetur të shtrirë në dysheme të paaftë për televizor duke qarë nga dhimbja. Ajo kishte thirrur mjekun, por mjeku i kishte thënë se nuk kishte asgjë që mund të bënte atje dhe se Vaçe duhej të transportohej menjëherë në spital. Por në atë moment, një zyrtar nga Ministria e Kulturës, që ishte atje për të monitoruar koncertin, kishte hyrë në dhomë dhe kishte thënë: "Ajo nuk do të shkojë në spital këtu, do ta transportojmë në Tiranë, por para se të shkojë, ajo duhet të dalë dhe të përshëndes publikun." Kamera po transmeton. Njerëzit po presin. Mariana kishte protestuar, por zyrtaria kishte injoruar. 2 burra e kishin ngritur Vaçen nga dyshemeja, e kishin mbajtur nga krahet dhe e kishin cuar deri në hyrjen e skenës. Atje, para kamerave, Vaçe kishte dalë për disa sekonda, kishte buzëqeshur dhe kishte përkullur kokën si të falënderonte. Pastaj ishte tërhequr mbrapa dhe ishte shembur përsëri, dhe kamera kishte transmetuar vetëm buzëqeshjen, jo shembjen që erdhi pas saj.
Kjo ishte kreu I njerëzimit, tha Mariana. Ajo u detyrua të buzëqesh ndërkohë që po vdiste. Vene të gjithë ishim bashkëpunëtor, sepse asnjëri prej nesh nuk guxoi të thosh jo. A mund dikush të imagjinoj këtë nivel brutaliteti, të detyrosh një njeri të performoj shfaqjen e lumturisë, ndërkohë që trupi I tij po dështon? Cili është emri I këtij krim, kur askush nuk të vret, por të detyron të jetosh në një gjendje që është më e keqe se vdekja? Revelimi I Marianës nuk erdhi pa pasoja. Ajo u sulmua nga disa figura publike që ishin të lidhura me regjimin e vjetër, që e akuzuan se po shpikje histori për të fituar vëmendje. Ajo mori kërcënime telefonike. Ajo gjeti grafiti në murin e shtëpisë së saj që thoshin tradhtare ve gënjeshtare. Por ajo nuk u tërhoq. Ajo vazhdoi të jepte intervista, të tregojë ngjarje, të emëroi emra. Ve ngadalë, të tjerë që kishin qenë atje filluan të flasin. Një mjek që kishte punuar në spitalin qendror dha një intervistë ku konfirmoi se Vaçe Zella kishte qenë në trajtim me doza të larta analgjezikësh dhe se dosja e saj mjekësore kishte qenë manipuluar. Një ish funksionar nga radio-televizioni pranoi se kishte qenë I pranishëm në takime ku diskutohej se si të menaxhoje imazhi I Vaçe Zellës për të fshehur gjendjen e saj të vërtet shëndetësore. Një nga teknikat e skenës rrëfeu se kishte ndërtuar një mbështetje të fshehur në skenë, një lloj kornize metalike që Vaçe mbështetej kur qëndronte, por që publiku nuk e shihte sepse ishte e maskuar nga petkët dhe dekoret. Një nga shoferët që transportonte Vaçe në turne rrëfeu se shpesh kishte parë në pasqyrë të makinës se si ajo qante në ndenjsen e pasme gjatë udhëtimeve të gjata, por se kur mbërrini në destinacion, ajo fshinte syt, vishte buzëqeshjen dhe dilja si të mos kishte ndodhur asgjë. Këto dëshmi formuan një mozaik të plotë të një torture sistematike që kishte zgjatur për vite. Një torturë që nuk ishte kryer me dëm fizike direkte, por me presion psikologjik, manipulim mjekësor dhe izolim të organizuar. Në shkurt të vitit 2014, Vaçe Zella ndodhej në një spital privat në Tiranë, ku po trajtohej për komplikime të lidhura me sëmundjet kronike që kishin rrjedhur nga vitet e saj të përkeqësimit shëndetësor të pakeqësuar. Ajo ishte 85 vjeç dhe trupi I saj kishte qenë I thyer prej kohësh. Ajo kallonte ditët e saj në një karrocë e paaft për të ecur pa ndim, e varur nga medikamente për dhimbjen kronike që nuk pushonte kurrë. Vajza e saj, Arbana Rodiqi, ishte me të çdo ditë, duke u kujdesur për të, duke lecuar për të, duke folur me të për kujtesa të vjetra. Dhe një ditë, ndërkohë që Arbana po rregullonte disa sende personale të nënës së saj, ajo gjeti një zarf të vjetër të fshehur në brendësinë e një libri që Vaçe mbante gjithmonë pranë krevatit. Brenda zarfit kishte një letër të shkruar me dorën e Vaçes, me shkronjë të dridhur që dukej se ishte shkruar vite më parë. Letra fillonte kështu: Nëse dikush lexon këtë pas vdekjes sime, dua që të dihet, unë nuk kam jetuar jetën që doja. Unë kam jetuar jetën që më detyruan ta jetoj. Çdo këngë që kam kënduar pas vitit 1980 ka qenë një këngë e detyruar. Çdo buzëqeshje që kam vënë ka qenë një maskë mbi dhimbje që askush nuk e pa. Unë doja të iki, doja të ndalloja, doja të kisha guxim të thosha jo, por kisha frikë. Ve tani, ku shikoj mbrapa, kuptoj se gjithçka që kam bërë ka qenë një dorëzim I ngadaltë, një vdekje ngadaltë që zgjati dekada. Nëse ka drejtësi në këtë botë, ajo nuk do të vijë për mua, sepse unë jam ende shumë e turpëruar për ta kërkuar. Por ndoshta do të vijë për të tjerët që vuajtën si unë dhe që nuk patën guximin për të folur. Kur Arbana e lexoi këtë letër, ajo qau për orë të tëra. Ajo nuk e kishte ditur që nëna e saj kishte ndier kaq shumë turp, kaq shumë pendes, kaq shumë dhimbje të papërpunuar. Dhe ajo vendosi se kjo letër duhet të bëjë publike, jo për të ekspozuar nënën e saj, por për të treguar të vërtetën se çfarë bën sistemi totalitar me njerëzit. Ai ish ndëron në të turpruar për vuajtjen e tyre. Pak ditë para se Vaçe të vdiste, ajo kërkoi të takojë me një prift, diçka që ishte e pazakontë për një grua që kishte jetuar gjithë jetën në një sistem ateist. Prifti erdhi në dhomën e spitalit dhe qëndroi me të për një orë. Sipas dëshmisë së Arbanës që ishte prezente, Vaçe I tha priftit: Unë nuk jam grua fetare. Unë nuk kam lutuar kurrë. Por tani në fund të jetës dua të di nëse ka falje për njerëzit që nuk kanë qenë mjaft të fortë për të rezistuar. Unë doja të isha hero, por nuk qesh. Unë isha thjesht një njeri I friksuar që mbijetoi duke u dorëzuar çdo ditë. A ka falje për këtë? Prifti sipas rrëfimit të Arbanës mbajti dorën e saj dhe I tha: Mbijetesa nuk është turp. Ajo që ju bën ishte krim, dhe ju nuk jeni fajtore për krimet që të tjerët kryen kundër jush. Baçaqau atë ditë
dhe ishin lot që dukej se kishin pritur për dekada për të dalë. Ajo vdiq 3 ditë më vonë, në qetësi, e rrethuar nga familja e saj. Dhe kur lajmi i vdekjes së saj u bë publik, mijëra njerëz dollën në rrugë për ta përcjell. Ata mbajtën fotot e saj, dërguan lule, kënduan këngët e saj. Po shumica e atyre njerëzve nuk e dinin historinë e plotë. Ata dinin vetëm zërin, jo dhimbjen që kishte krijuar atë zë. Pas vdekjes së Vaçezelës, disa nga njerëzit që kishin qenë pjesë e sistemit që e kishte torturuar, dollën me deklarata publike. Petri Dode, ish zyrtari i lartë nga Ministria e Kulturës, dha një intervistë ku tha: "Unë po deklaroj publikisht se ajo që i ndodhi Vaçezelës ishte e gabuar. Ne nuk e trajtuam si njeri, ne e trajtuam si mjet, dhe unë jam pjesërisht përgjegjës për këtë. Unë mora vendime që kontribuan në vuajtjen e saj. Ve tani, në fund të jetës sime, kjo është gjëja që më ndjek më shumë se çdo gjë tjetër që kam bërë." Kjo deklaratë shkaktoi reagjime të përziera. Disa e lavdëruan për guximin për të pranuar. Të tjerë e akuzuan se po kërkonte falje vetëm për të pastruar ndërgjegjen e tij në prag të vdekjes. Por pavarësisht nga motivet e tij, deklarata e tij konfirmoi atë që shumë kishin dyshuar, se tortura e Vaçezelës nuk ishte incident, por politike qëllimshme. Agim Shalla, informatori që kishte raportuar për Vaçen për vite, nuk foli kur publikisht. Ai jetoi në izolim pas zbulimit të rolit të tij dhe vdiq në vitin 2010, i vetmuar dhe i harruar. Sipas fqinjve të tij, ai ishte bërë njeri i heshtur dhe i mbillur, që nuk fliste me askënd dhe që kalonte ditët duke shikuar drejt muri. Një fqinje rrëfeu se një herë kishte parë duke qarë në oborin e shtëpisë së tij dhe kur kishte pyetur se çfarë kishte ndodhur, ai kishte thënë: "Unë kam bërë gjëra që nuk mund të ndreqen, dhe tani jam duke pritur të vdes, sepse vdekja është gjëja e vetme që mund të më çliroj." A ishte Agim Shalla viktim apo kriminal? A mund të jetë dikush të duja njëkohësisht? Këto janë pyetje që sistemi totalitar i lë pas, pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, sepse në një sistem ku të gjithë janë viktima dhe të gjithë janë bashkëpunëtor, përcaktimi i fajit bëhet pothuajse i pamundur. Historia e Vaçezelës nuk përfundoi me vdekjen e saj. Ajo vazhdon në kujtesën e atyre që e duan, në këngët që ende dëgjohen, në dosjet që ende zbulohen. Por ajo gjithashtu vazhdon në mënyrën se si ne si shoqëri përballen me të kaluarën. Çfarë do të thotë të dish se dikush që adhurove ka vuajtur në heshtje? Çfarë do të thotë të kuptosh se sistemi që prodhoi artin që do, gjithashtu torturoi artistin që e krijoi atë art? Këto janë pyetje të vështira, dhe ato nuk mund të shmanget. Sot në Tiranë ekziston një muze i vogël i kushtuar jetës dhe karrierës së Vaçezelës. Atje vizitorët mund të shohin foto të saj në skenë, kostume që ajo vishte, disa nga instrumentet që përdorte. Por ajo që mungon në atë muze është një ekspozit që tregon të vërtetën e plot, raportet mjekësore që u fshehan, urdhërat që e detyruan të performonte ndërkohë që ishte sëmurë, raportet e informatorëve që monitoronin çdo lëvizje të saj. Kjo mungesë nuk është aksidentale. Ka rezistencë për t'u përballur plotësisht së kaluarës, sepse ajo e kaluar përfshin shumë njerëz që ende janë gjallë, shumë familje që ende kanë fuci, shumë sekrete që ende janë të mbrojtura. Por sa kohë do të vazhdojmë ta mbrojmë këtë heshtje? Sa kohë do të vazhdojmë ta festojmë artin, ndërkohë që injorojmë vuajtjen e artistit? Pyetja më e madhe që historia e Vaçezelës na lë është kjo: sa më shumë Vaçezela ekzistojnë ende në historinë tonë, të panjohura, të harruara, të turpruara për të folur? Sa më shumë njerëz kanë jetuar jetë të ngjashme, duke u detyruar të buzëqeshin ndërkohë që brenda po tujeheshin? Dhe çfarë përgjegjësie kemi ne, si shoqëri, për të siguruar që këto histori të dalë në dritë, që të vërtetën të mos mbetet e varrosur me ata që vuajtën? Nëse ju e njohët Vaçezelën vetëm nga këngët e saj, atëherë ju e njihni vetëm gjysmën e saj. Gjysma tjetër është ajo që u fsheh: dhimbja, tortura e ngadaltë, dorëzimi i detyruar, turpi që ajo mbajti deri në fund. Dhe nëse ne si shoqëri nuk jemi të gatshëm ta pranojmë këtë gjysmë, atëherë ne ende po vazhdojmë të bëjmë atë që sistemi bëri, po e zhderojmë në simbol dhe po e mohojmë si njeri. Miqt, çfarë mendoni ju për Vaçezelën? A ishte ajo viktime një sistemi që e shfrytëzoi pa mëshirë, apo ishte ajo bashkëpunëtore që zgjodhi të vazhdonte edhe kur mund të kishte ndaluar? A ka drejtësi për njerëzit që vuajtën në heshtje për dekada, apo ne si shoqëri kemi detyrimin të vazhdojmë ta festojmë artin pa u përballur me kosto njerëzore që u pagua për të? Shkruani mendimin tuaj në komentet më poshtë. Na tregoni nëse ju apo familja juaj keni përvoja të ngjashme. Na tregoni nëse mendoni se duhet të ketë më shumë transparencë për atë që ndodhi gjatë kohës komuniste. Shtypni like nëse mendoni se e vërteta duhet të dalë gjithmonë në dritë, sado e dhimbshme të jetë.
Ve abonohuni në kanalin ton, sepse ne do të vazhdojmë të nxjerrim në dritë histori si kjo, histori që nuk janë treguar, histori që meritojnë të dëgjohen. Faleminderit që ishit këtu, faleminderit që dëgjuat dhe faleminderit që nuk e harroni.